në asnjë mënyrë nuk ka qenë shëllim fshirja e këtyre mjeteve, siç e kam thënë disa herë edhe në intervistat e mia dhënë para policisë dhe prokurorit. Në asnjë mënyrë nuk ka qenë shëllim fshirja e këtyre mjeteve, sepse po të kisha qëllim, natyrisht se deponimi bankar nuk do të ishte mënyra. Çdo derë që është pranuar ka qenë dim familjare dhe kjo ka qenë edhe arsyeja e mos deklarimit, por gjithmonë kam vazhduar ta bëj në mënyrë transparente, pikërisht nëse ka pyetje nga Agencia për parandajimin e korrupsionit, dhe siç e potencuam më herët, disa herë më kanë kontrolluar në kërkëni dhe asnjëherë nuk kam marrë shkresë. Por për shembull, kam marrë shkresë për shtëpinë ku jetoj. Në çast e kam sqaruar pronësinë në brenda 15 ditëve, siç kam kërkuar, kam marrë shkresë se agencioni është mashkuar. Pronësinë përgjigje. Përveç nënës tuaj, kush tjetër ju ka dhënë këto? Familjarët të tjerë kanë qenë, kam spjeguar në familjarët e gruas. Familjarët e tjerë e kanë spjeguar familjarët e gruas. Edhe këto nuk kanë qenë, se është krijuar bindje, se është shumë e njëhershme, edhe kanë qenë gruan për llogarinë bankare, këto kanë qenë shumë ato vogla të ndara nëpër muaj. Shumë ato vogla të ndara nëpër muaj. Dhe kanë qarkulluar. Në momentin e deklarimit në ato 5 deklaratat jetore të pasurisë, në rubrikën gjendje në bankat, në raportimi në mënyrë të saktë e ka potencuar gjendjen e saktë të llogarisë në secilë bankë. A ka ndonjë arsye specifike pse këto mjete nuk i keni deklaruar ngjashëm sikur se paven edhe këto mjete në formular ose në agencionin për parandajimin e korrupsionit? Përveç përveç faktit se çmimja i formularit ka qenë gjithmonë që të parashtrohet të gjitha hyra që vinë nga palët të treta, kjo ka qenë prej familjes ose nga institucionet, ose shkosh se ato që potenciojnë edhe avokatin mbrojtës që palët që kanë ndonjë interes. Këtu kanë qenë ndihma familjare, dhe e them kanë bërë përmes bankave. Këto kanë qenë ndihma familjare. Këto i kanë bërë përmes bankave. Përmes kontrollit të plot, kam menduar se nëse agencioni kundër korrupsionit nuk ka dërguar asnjë shkresë vazhdimisht, nuk kam menduar se kam bërë ndonjë shkrim. Pak më kresë se sa që kam pas para se në marrë funksionin e këto. Ja mësot e kam gjene një ndoshta pak më kresë se sa kam pas. Edhe sa i përket pronave, edhe sa i përket gjendjes mosore, nuk mund të arrohem se janë gjendje të valje, në gjendje të mesme ekonomike, por këtë gjendje. Jashtë kësaj periudhës që akuzonia, keni pas ndihmë më herët edhe tani? Kam jo sepse punoj... Më herët e ki pas ndihmë? Po, për malë që të pas. Që posë është në veshtë më herët edhe tani? Një të mënyrë... Paka shumë për jo. Më herët kam posë një të tani punoj për... Është punoj në dhone dhe bashkërët e punoj. Një po tani punoj në bashkërët. Ndihma të ka dhënë paraprakisht, para kësaj periudhës edhe pas, një të mënyrë përmes që llogarisë bankare. Po, ato s'kanë qenë subjektiv. Dhe para se me qenë kretar,